Pak kushtet e rënduara hidrometeorologjike, Kapiteneria e Portit të Vlorës ka vendosur kështu me zhvillimin e lundrimit detar për mjete volontariuse dhe anijete e peshkimit, ndërkohë për sa i përket tragedisë të linjës Brindisi, ai do të vijojë normalisht itinerari i tij në drejtim të Italisë dhe Maqedonës. Nga Kapiteneria e Portit të Vlorës është kërkuar të gjitha mjetet e vogla volontariuse dhe anijete e peshkimit të shkruar në vëzhgime të sigurta kryesisht në zonën e portit të Zënes për të parandaluar çdo lloj problematike që mund të krijohet nga era e fortë dhe mund të përkeqësuar i këtyre ditëve. Pezullohet lundrimi detar në Vlorë. Pezullimi do të vijojë deri në datën 7 janar 2026 pas kushteve të rënduara hidrometeorologjike në qytetin e Vlorës. Në një informacion zyrtar, Kapiteneria e Portit të Vlorës ka bërë me dije se në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike detare të përkeqësuar brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës, gjatë datave 2 janar 2026 deri në 7 janar 2026, duke filluar pikërisht nga orët e para të mëngjesit të datës 2 janar në drejtimin jug-jug-perëndim me forcën deri në 5 bofor, me shpejtësi ere nga 10 deri në 15 metra për sekondë, lartësi dallgë nga 1 deri në 1,5 metra, bëhet me dije se është ndaluar pajisja me leje nisje e mjeteve të vogla lundruese dhe atyre të peshkimit, të cilat duan të operojnë brenda gjirit të Vlorës dhe në det të hapur. Pezullimi i cili fillon nga ora 6 e datës 2 janar dhe do të vijojë deri në orën 6 të mëngjesit të datës 7 janar. Drejtuesit e mjeteve të vogla lundruese dhe anijeve të peshkimit që operojnë brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës duhet të marrin në konsiderat kushtet hidrometeorologjike detare dhe marrjen e masave për sigurimin e tyre, me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike. Nga Kapiteneria kërkohet bashkëpunimi të gjitha subjekteve dhe institucioneve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë së ekuipazhit në mjetet lundruese. Ndërkohë, sipas Kapitenerisë së Portit të Vlorës, anijet e transportit ndërkombëtar pra trageti i linjës Vlorë-Brindisi do të vijojë të operojë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Nga Kapiteneria e Portit të Vlorës bëhet me dije se përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar të parashikuar për mjetet e vogla lundruese dhe atyre të peshkimit do të jetë vetëm pas orës 6 të mëngjesit të datës 7 janar.